Do ta mbyllim vetëm se e hapëm me Agasin, të flasim për Agasin dhe ta shtjellojmë mirë gjithë protestën, se është plaga më e madhe. Ajo është plaga që nga një plagë që kemi këtë sistem politik, na kthy protestën plagë. Dhëm shumë. Që dhe më shumë se sa kjo qeveria, ky sistemi gjithë këto tradhtarët. Pra është kjo protestë që s'po jep gjë për 3 muajsh. Kjo është ajo që po kërkojnë me ngulm të madh, me dhimbje të madhe. Mendoj që aty është harruar dhimbja, për çfarë dolën fillim. A thonë Ramanburg Berishanburg. Po si do i fuzesh? Të shkojnë te Spaku, zotëri ta bllokojnë Spakun, i thonë, "Shko bën detyrën ose dilin nga zyrat." S'ka rrugë tjetër. Do shtjellojmë pak te Agasin, si është e gjithë lojën, ç'a ndodhi, ç'a po shitet. Dorëzoi kanë bërë marrëveshjen. S'kam qenë atje. Por logjika ime si më thotë, patjetër. Që kanë bërë marrëveshjen me Agasin, që shiko, do pranosh 2-3 gjëra, do vesh në Burg, do bësh një vit 2 vjet Burg, se s'është ndonjë hata e madhe, mbaj parat që ke, miliona që ke marr, edhe do ta mbyllin me kaq, po vetëm për mua i thot ai mos fol, për padishahun, për ndyrësirin që qeveris Shqipërinë, mos foli, thot, jo, fol, shaj këtë duash, shaj merr një me deg, po fole për mua, pastaj diti Agasi thot, se ke një grua, ke fëmijë. Shkojnë deri në të dhe mafia po me atë i kërcënojnë të tërë. Prandaj ata vënë si çapi te kasapi, se para familjes është i detyruar të dorëzohet. Kushdo që të jetë. Edhe ti edhe unë. Unë do e sakrifikoj veten për fëmijët e mi. Edhe ti po kështu. Dhe këta janë mafioz këtë të bëjnë, të provokojnë dhe të kërcënojnë me familjen. Si do të shkoj, ti mendon pra që ky Agasi nuk do të hapet aty, nuk do të tregojë. Jo, as mos pres njëri fare. Do gënjejnë si të gënjyen. Ku i quan 30 më verën 33 milion, ku e kanë? 33.000 euro i verë, ku e ka? Çe bëri Agasi? Do e thot atës, do e thot kur, se po thatë i kën koka. Sot sekuestruan një makinë aty që bën sa vlera një shishe vere, domethënë makina. Pra, këto gjërat, do sekuestrohet pasuria e tij, do të tek shqiptarët. Jo, nuk do sekuestrohet asgjë sepse pasurinë ai, ato që ka vjedhur, ja ka dhënë Diramës dhe i ka Dirama të tëra. I ka ai praktikisht edhe saktësisht i ka Dirama të tëra i ka vjedhur ai. Por shqiptarët protesta, se do ta mbyllim protestën me këtë fjalë, po ju them unë. Që do ikim do mbyllim kaq? Nëse keni jo do mbyllim çështjen e protestës. Temën e protestës po e mbyllim tani. O shkoni te Spaku ose futuni në shtëpi. Ti na dhe zgjidhjen se ka shumë që po na komentojnë çfarë zgjidhje jep zoti avokat. O te Spaku, kush është zgjidhja për shqiptarët, gjithë koment bëjnë. O tek Spaku ose në shtëpi, s'ka zgjidhje tjetër. O te GKK-ja ose në shtëpi, mos u tallin se po ju lodhin dhe dhe ai është objektivi i tyre që t'u lodhin, që të mos dilni më. Shkoni me kërkesë konkrete. Shkoni te Spaku dhe i thoni, o do gjerësh urdhër arrestin tani dhe të dërgosh policinë dhe BKH-n t'i arrestoj, ose do të marrëm juve zgupti të nxjerrim nga zyra. Kjo është protestë, jo ajo që bëni ju. Përshëndetje, thotë çdo ditë në orën 10 të paraqitemi pranë protestës para Spakut. Të bëjmë protestë para Spakut çdo ditë në 10 para dite. Çdo ditë dhe për ditë dhe pa pushim jave, pa fest, pa gjë, do shkojnë atje, ose të zbatoj ligjin Spaku, ose ndryshe s'ka protest. Tani, lidhja e arrestimit Agasit, Ermal Beqirat në Francë, gjithë këto gjërat, a mos vinë si presion i kësaj proteste? Jo. Apo Rama po mundohet me këto gjërat të thotë sikur po funksionon drejtësia, të hedhë një pikërisht atë u hedh syve njerëzve. Sepse ai që ishte në Francë, që bëri fluturimin mbi atë centralin bërthamor të francezëve, ai mbrohej nga francezët dhe ajo fjala që tha ka bler një kështjell 2,5 milionë euro, po vetëm shërbimi personelit për ta mbajtur kështjellën i kalon 2 milionë euro. Me këtë tallen këta. Ore kaq budallë na qoni qytetarët e thjesht mund të quani budallë, që s'janë budallë. Nuk janë po thjesht po s'kan ç'bëjnë. Po s'kan ç'bëjnë, po të paktën ne që kemi këtë mundësi ta denoncojmë këtë pislëktuajnë do ta themi. Pra ju zotërin që thoni ishte e kishte bler kështjellën për 2,5 milionë euro, ju jeni të pacip. Siç keni qenë që në origjinë, që nga krijimi i Partisë Komuniste Shqiptare e sot e kësaj dite. Jo zotërin. Ata janë bërë pazaret, janë bërë marrëveshjet
do thuash vetëm kaq, do shkosh deri këtu. Janë instruktuar hetusit e Spakut, nuk do pyesni këtë, po do pyesni nga këtu deri këtu, po vajtem tutje do të presim këmbët. Gjithçka është e organizuar. Mënyra si po shpjegon, pra Rama është ai që kontrollon Spakun, ja çon ai skanetën gati. Gjithçka zotëri, gjithçka e kontrollon Rama. Kam thënë, në Shqipëri nuk lëviz një gjethe pa urdhër të Edi Ramës dhe pa dhënë firmën e Edi Rama. Harrojeni. Tani Agasin Beqirin që ky deri diku i dorëzohet për t'i hedhur hi syve shqiptarëve. Kush e ka zëvendësuar? A ka gjetur një person tjetër ky? A flitet për emra të tjerë? Jo, s'kam dëgjuar emra të tjerë, nuk kam të tjerë dhe s'kam të drejtë flas për atë, po di që pse ndodhi ky arrestimi i Agasit? Të lutem. A doli ky Beqja nga burgu? Nga burgu, po. Nga Ilir Beqja. Kur gaboi Spaku? Kur e futi në burg apo tani që nxori? Gaboi që kur e futi. Nuk e di. Jo, zotëri, jo, nuk është ashtu. Pse do themi gaboj kur e futi dhe nuk themi gaboj tani që nxori? Si marrin pa prova, pra nuk bën hetimin siç duhet. E bën qëllimisht në këtë formë. Pra, të dalin dhe të thonë shqiptarëve, këta shokët e Spakut, janë shok partia ata. Se Spaku është kthyer në një organizat bazë partie të Edi Ramës, të dalin dhe të thonë popullit çfarë problemi kanë, pse nuk e zbatojnë ligjin. Kush i pengon? Unë kam thënë ditën e parë, ore se shumë gjëra kam thënë duket sikur që s'mën. Jo, kam thënë në momentin që u vendos ky nga është ky shefi i Spakut. Kanë vendosur Klodian Brau kam thënë është super komunist dhe nuk do bëj absolutisht asgjë. Fal Zotit, do la faqe bardh. U vërtetua 100% ajo që kam thënë. Më mirë kemi qenë me Spakun kur ka qenë koha e Arsim Dumanit. Një lloj njëta politikë është ndjekur. S'ka ndryshuar gjë aty. Pse nuk e lejojnë avokatin flasin në protestë? Hajdeni te protesta, edhe kapeni atje thuajuni në dash Gent Prognit, në dash Andit e Pelenës, në dash ati banditit Ilir Deda, në dash ati tjetrit si quhen ata, se janë një 5-6 ata që bëjnë ligjin atje. Pra, fakti që pyetja është shumë e mirë dhe shumë e domosdoshme që duhet ta dëgjoja unë një pyetje të tillë dhe unë falenderoj teleshikuesin tuaj. Avokati nuk e lejojnë sepse avokati është zëri i atyre që duan përmbysjen e klasës politike. Dhe është pikërisht klasa politike që ka elementet e saj atje në atë grupin e banditëve të mikrofonit, kanë njerëz të tyre atje dhe eliminojnë me çdo kush dhe me çdo mjet të tërë adhetarët që flasin dhe thonë të vërtetën. Pra, kjo është arsyeja, se ata ndonjë arsye s'kan dhënë, ose shkoni pyesni, more kush u pengon të shkoni te mikrofonët, tek ata banditët janë atje dhe të thonë çfarë rubarizacioni islamike se